Largimi i popullsisë aftë për punë po bën që biznesi lokal në qarkun e Gjirokastrës të përballet me vështirësi për sigurimin e fuqisë punëtore. Pranë dhomës rajonale të tregëtisë në Gjirokastër janë regjistruar rreth 400 biznese të mëdha dhe të mesme, të cilat aktualisht përballen me probleme për gjetjen e krahut të punës. Nga problemet më të mëdha që ne si dhomë tregtisë edhe me sektorin e hotelerit turizmit, i cili është atashuar pranë dhomës, po dhe me shoqatën e hotelierëve, kemi vite që e ngrëm. Kush vetëm kjo që ti të kesh duar punë në sezon, por problemi është që ai punojësi që ti mban në një kohë të gjatë do trajnohet, do personalizohet, do bet ai që duhet për një shërbim cilësor. Në këtë situatë, një pjesë e bizneseve është përpjekur që të sjellë fuqi punëtore nga jashtë vendit. Në për biznese kanë filluar që të fillojnë dhe punonjës të huaj, basi kërkojnë duar punë dhe në shumë biznese në pjesën e akomodimit apo dhe në pjesën e restoranteve, në djenin time kanë punonjës të huaj. Në qarkun e Gjirokastrës zhvillojnë aktivitetin e tyre rreth 2400 biznese prodhuese dhe tregëtare, të cilat kanë një numër të konsiderueshëm punonjësish që sigurojnë të ardhurat mujore për familjet e tyre.